Ndërsa vitet 1800 po lajmëronin fundin e tyre, në broj të Drenicës do të lindte një djalosh që kishte vetëm një mision në jetë, dijen dhe ndriçimin e mendjes së shqiptarëve. Ai quhej Yunus Bllakçori. I gjithë shekulli që do të pasonte do të sillte zhvillime të vrrullshme në jetën shoqërore të kombit, dhe ky djalosh do të luftonte me penë dhe pushk për të ndriçuar fytyrën kombit të tij. Jeta do t'i kalonte në tallaze të paimagjinueshme, do të përjetonte vitet e ndritshme të rilindjes, përpjekjet për pavarësinë dhe ruajtjen e territoreve shqiptare, do të përjetonte luftrat ballkanike, mandej luftën e parë botërore, do të luftonte për të bërë balll interesave shoviniste të fqinjve, sulmeve dhe masakrave, planeve të kopshme për shpopullimin e viseve të Kosovës, do të përfshihej në valët e lëvizjeve politike të viteve 20, do të përqafonte zhvillimin shoqëror të viteve 30, do t'i përkushtohej për hapjes së shkollave shqipe në Kosovë dhe viseve të tjera shqiptare në vitet e luftës së dytë botërore, dhe në fund do të përballej me një regjim që do ta ndryste, do ta përçmonte dhe dhunonte, do t'ia survejonte çdo minutë të jetës, çdo bisedë, çdo takim, çdo dëshirë dhe mendim, do ta arrestonte dhe torturonte, do t'i rrëmbente çdo liri dhe të drejtë njerëzore. Por ai, me kostumin e aristokratit dhe kulturën e gjerë, me mençuri e durim, pa e ulur kokën kurrë, do të jetonte dinjitar deri në ditët e fundit të jetës në një kasolle internimi në Lushnjë. Kam lindun në katundin broj të Drenicës së poshtme, mbi një kodrin në vitin 1895, natën e Shëngjërgjit. Një ditë më parë kishte lindur dhe një djalë në shtëpinë e Ram Lutanit, me të cilin na lidhte një miqësi. Të dy u pagzuam me emrin Jonuza nga prindrit tonë. Baba im, Emini, ishte njeri me kulturë dhe i njoftun si i tillë në e përshkruan kështu fillimin e mësimeve në Normalen e Elbasanit. Po e citoj. Ishte pothuaj një privilegj i madh të ishe student i liceut në atë kohë. Unë ishëm student i jashtëm, kurse Xhemali, një shoku im, i brendshëm. Mirë po dhe mua nuk më mungojshin të gjitha nevojat për shkollë. Recep Mitrovica ishte një ndër pasanikët e mëdhenj, nip i Ago Pashës, me pallate rreth Lumit Vardar, me pasuri në periferi të Shkupit, me hotele e shtëpi të mëdhaja në Selanik. Në shtëpi të tij priteshin njerëz të mëdhenj të kohës që vinin nga Stambolli. Të gjithë ata revolucionarët e Parisit e njihshin dhe e respektonin si shok të ngushtë. Mandej i pajisur me kulturë franceze e me ide revolucionare të kohës. Mbasi kishin kalue pak muaj në liceun e Shkupit, një ditë në mbrëmjet ardhi me Bedri Pejanin e më gjetën tu e lujt me shokët e lagjës. E më tërhoqi me një anë tu e më thanë këto fjalë. A don të shkojsh në Normalen e Elbasanit me mësue në gjuhën shqipe? Vetëm një po më doli nga goja.
Një ditë, para se të nisëshim për udhëtim, na mblodhën në klubin e shqiptarëve, ku na foli Bedri Pejani e na mbushi mendjen se ç'kuptim kishte shkolla shqipe për ne, duke na thënë se kjo shkollë ku ju do të shkoni është guri themelit të një Shqipërie të ardhshme, të lirë indipendente. Ju jeni pionerët e saj. Nga jeta e kësaj shkolle ku mblodh për herë të parë djemnia e të gjithë viseve të ndryshme të Shqipërisë, e frymëzuar për një ideali të vetëm, për një qëllimi të përbashkët, më kujtohen jehonat e këngëve të Mihal Gramenos. Për më mëdhen, vraponi bura, se s'ka me prit, që buçiteshin nga gojët tona me një hoftë të zjarrt e me një zë të ëmbël plot dashuri. Brezion, me këto shkoi rinin e vet, me këto këngë gatuam shpirtrat ton. Perandoria Osmane, pas një viti të plot të shkollës normale të Elbasanit, e mbylli këtë shkollë dhe Bllakçori i ri bashkë me shokët e vet ndërpren shkollën dhe vazhduan liceun e Shkupit. Gjatë kësaj periudhe ka shpërndar abetaret në gjuhën shqipe, ka kontribuar me shpërndarjen e gazetave, të trakteve të asaj periudhe që shkruanin për kryengritjet e mëdha anti-osmane, anti-serbe, të patriotëve të Hasan Prishtina, Bajram Curi, Isa Boletini, Idris Seferi, babai i Nenës Terez, Kol Bujaxhiu, Jashar Erebara, që botonte një gazet në atë periudhe i e përmend në autobiografinë e vet. Me shpërthimin e luftës të parë ballkanike, tetor 1912, profesori Jonuzi gjendej në Shkup. E përshkruan hollësisht këtë periudhë të fillimit të luftës së parë ballkanike, kur Serbia, Greqia, Bullgaria dhe Mali i Zi formuan aleancën e tyre për të pushtuar trojet shqiptare. Ishte tetori vitit 1912. Gjimimi i topavet nga ana e Kumanovës ndëgjoi e vinte duke ushtuar orë çast. Gjithnjë më tepër lëvizjet ushtarake, ushtri të reja që shkarkonin në stacionin e Shkupit shifeshin. Ropame e topavet dhe kuevet shtohej. Në mes të kësaj rëmuje, konsujt njëri me tjetrin takoheshin pada. Në këtë periudhë të vështirë, profesor Jonus Bllakçori i bashkëngjitet çetës së Bec Ozdrimit në dhjetor të 1913-s dhe ndërmerr rrugën e gjatë dhe të vështirë për të ardhur në Shqipëri. Një vlla i Bec Ozdrimit kalonte nganjëherë nga shtëpia jon. Një ditë u dal vetëm në kam të porta e më kallëzoi se kishte ardhur Beci nga Vlora, ku e kishte shoqëruar Isa Boletinin me shok dhe më ftoi që të shkojsh ditën me takue me të. Të nesërmen vet ardhje më mori. Si pesh kundër terrorit serb, qeta e Bec Ozdrimit në atë kohë, në mes të atij terrori, kishte nisur të peshonte fort shumë. Siç dëshmon vetë në kujtimet e tij, Jonus Bllakçori kishte përjetuar në atë rrugëtim përballjen e dy moshave të tij. 14 vjeç, kur ishte nisur drejt Elbasanit për të përftuar dijet dhe ëndrat për liri, dhe tashmë 18 vjeç, për të bërë realitet ëndrat e lirisë. Në moshën 14 vjeçare, kishem ndërmarrun një rrugë të gjatë, plot me shpresa të bukura për një Shqipëri të lirë. Tani baheshem gati një tjetër ndërmarrje të dytë për t'i kaluar malet e Alpeve tona në mes të një dimri të egër, në mes të një terrori të tmerrshëm për të arritur në Vlorën tonë historike ku valon flamuri i Shqipërisë në një moshë 18 vjeçare. Pasi mbërin në Vlorë,
në 22 janar të vitit 1914, takohet me Isa Boletinin. Ai orienton për tek Petro Poga, ministri i drejtësisë, firmtari i pavarësisë në asaj periudhe, për ta ndihmuar për të vazhduar shkollimin në Kolegjin e Shën Adrianit në Shën Mitër Korona në Itali. Periudha e qëndrimit në Kolegjin Shën Mitër Korona ka qenë nga viti 1916 deri në fillim të vitit 1919. Gjatë kthimit në atë dhe, në shkurt të vitit 1919, ai do të udhëtonte me vaporin i cili sillte trupin e pajet të kryeministrit të parë shqiptar, patriotit Ismail Qemali, për të varosur më pas në Kanin. Në afërsi të ishullit të Sazanit, nisi të ngrysej. Në qiell shifeshin yje, filluan të pasqyrojnë në detin e kaltër. Një tokë ushtarësh ishin në Govert, duke biseduar mbi ngjarjet e ditës. Në atë çast ardhi u bashkua me ne oficer marine që shërbente në vaporin ton e na tregoi se është duke udhtue një kruazor paralel me vaporin ton. Ky kruazor shpinte arkivolin e Ismail Kemalit në vendlindjen e tij. Kruazori kalojnë në atë mbrëmje të ngrysur para nesh, pam arkivolin e mbuluar me një cohë të zezë mbi të cilën vendosur një flamur kuqe zi, fati desht që unë t'i ipshim i pari nga djemtë e Shqipërisë për shëndetjen time, duke udhëtuar në det. Pasi mërin në Vlorë emërohet mësues në imar. Mirë po, klima politike e asaj periudhe që mbretëronte atje nuk i shkonte për shtatë natyrës së tij. Prandaj, siç na dëshmon ish nxënësi Ymer Bushi, i kërkuar nga populli, Jonuzi u gjend në kuç të Kurveleshit. Ja si e kujton ish nxënësi i tij Ymer Bushi, mësuesi i ri na këshillonte me pasion e pa u lodhur, sikur të ishin fëmijët e tij, dhe këtë e bente që të ndiste në zemrat tona ndjenjën e atë dhe dashurisë dhe urrëtitjen për okupatorin. Ka hapur shkollën e parë shqipe në Himar, shkollën e parë shqipe në Kuç. Dhe përveç se jepte mësim shqipen dhe historinë e Shqipërisë me radhë, gjitha i mblidhe dhe folklorin. Mblidhe dhe folklorin, të dhënat folklorike, këngët që sa të bukura në polifonia, aty dallohemi që jemi shqiptar. Domethënë ishte brezi i parë i mësuesve që dolën mas, po themi, rilindës e parë Shqipërisë. Domethënë dihet që normalistët e parë ishin drita e emancipimit apo e zhvillimit të gjuhës shqipe, mësimdhënies shqipe dhe të gjithë kombit shqiptar. Këtë privilegj baba Jonus, gjyshi im Jonus e ka pasur, domethënë kuptimin e mirë fjalës se sakrificë nga ana e tij, se ishin pa bursa, pa kështu. Viti 1920 i shoqëruar me ngjarje politike dhe luftarake në kohën e konsolidimit dhe mbrojtjes të pavarësisë së Shqipërisë, do të përfshinte edhe intelektualin atletar Jonus Bllakçori. Megjithatë këta kishin marrë misionin e tyre dhe u shpërndarën për Shqipëri, ku domethënë përhapën gjuhën shqipe, shkrim me këndim mes gjithë sakrificave, me penë dhe me armë dorë. I kishte hije rroba e ushtarakut. Në fillim ai do të angazhojë për dërgimin e luftëtarëve në luftën e Vlorës dhe në korik gusht të atij viti, 1920, do të gjendet në mesin e luftëtarëve në luftën e Koplikut kundër një agresioni të pabes jugoslav. Pas stabilizimit të jetës së vendit në vitet 1920-1923, profesor Jonus Bllakçori vazhdoi studimet e larta në Universitetin e Romës në degën pedagogji, gjuhëletërsi dhe drejtësi me korrespondencë. Student në Rom, por me zemër në atë dhe
Yunus Bllakçori, aktivist i dalluar në jetën politike, shoqërore, kulturore, arsimore të kohës, do të gjendej në grupin e themeluesve të Shoqërisë Bashkimi me Avni Rustemin si një ndër themeluesit dhe sekretari i përgjithshëm i saj. Pas kthimit në Shqipëri, shokët do ta uronin publikisht në revistën Miqësia. Po e citoj: Zoti Nus Bllakçori, shoku ynë i dashur, në muajin që kaloi u kthye nga Italia në Tiranë, mbasi kreu me lavdim mësimet pedagogjike në Universitetin e Romës. E urojmë me zemër kolegun ton të dashur. Krahas përgatitjes së teksteve mësimore, ai u mor edhe me studimin e dialektit vendas, mbledhës folklori, fjalët e ralla, fjalët e urta të popullit shqiptar, gjegjes e të tjerë. Në vitet 1923-1924, ai botoi disa shkrime origjinale pedagogjike në revista pedagogjike në Tiranë. Pas studimeve në Rom në vitet 1920-1923, Yunus Bllakçori diplomohet dhe rikthehet në atë dhe, ku emërohet inspektor arsimi në prefekturën e Beratit. Kemi një kujtim nga një broshurë, ishte krau i djathtë i Avni Rustemit. Dhe unë nga goja e tij, nëna ime nuk e di ndoshta, unë duke ngacmuar dhe atje dhe këtu dhe atje, i ka ndaluar rreth 15 vrasje që do ndodhin atë kohë. Ka ndaluar nga si ishte shumë autoritar tek ai burr, se ta lidha dhe më parë, se këta vazhduan të dy shkollën në Rom. Baba për gjuhë huaja, për italisht shkrime, si themi, në gjuhësi, letërsi, dhe ky për ushtarak dhe jurisprudencë, ka marrë dhe një situacion për jurisprudencë, po dhe ushtarak. Pas dështimit të kryengritjes, u arrestua. Periudha e qëndrimit në burg ishte e shkurtër dhe pas amnistisë së mbretit Zog, lirohet dhe vazhdon jetën aktive në fushën e arsimit, kulturës dhe pedagogjisë. Në këtë periudhë, Yunus Bllakçori i përkushtohet edhe publicistikës. Ai punon si redaktor i gazetës Telegraf, ku boton shkrimet Pushtimin e vendit nga Italia fashiste e priti me dhimbje dhe protest, që në fillim ai do të ishte në grupin e adhetarëve intelektual dhe një ndër nga organizatorët e demonstratës antifashiste në Tiranë. Për këtë ngjarje, prefekti i Tiranës raportonte: më 28 nëntor 1939, duke përfituar nga tubimet festive të ditës së flamurit, Yunus Bllakçori është në bërthamën e grupit demonstrues kundër pushtuesit. Demonstruesit me flamurin kombëtar, pa shenjat e liktorit,
shkuan e bën homazhe në varrin e poetit kombëtar Naim Frashërit, ku mbajtën fjalime dhe pastaj përshkuan rrugët e Tiranës, duke kënduar këngë patriotike dhe duke brohoritur. Roftë Shqipëria e lirë. Udhëheqësit kryesor të grupit kanë qenë Ramiz Dibra, Ali Fehmi Kosturi, profesor Mehmet Vokshi, profesor Yunus Blakçori, Ismail Ag Petrela, mësuesi Ramazan Jarani dhe Musa Krajni. Një vit më vonë, vetë autoritetet fashiste e konfirmojnë qëndrimin e profesor Yunus Blakçorit. Një nga hierarkët fashist të Tiranës njoftonte e prorët. Profesor Yunus Blakçori, që një prej promotorëve dhe organizatorëve të demonstratës së 28 nëntorit 1939. Ai udhëhoqi studentët në rrugët e Tiranës duke i nxitur për të shfaqur urrëtie kundër Italisë. Profesor Yunus Blakçori ka hapur 300 shkolla të para me urdhë të qeverisë shqiptare në vitin 41 të Zot Nikoliçit. Në vitin 41 në Kosovë 300 shkollat e para shqipe. Duke shfrytzuar kushtet e reja historike, Kosova dhe trojet veriore dhe lindore të Shqipërisë etnike u bashkuan në një territor dhe administrat të përbashkët. Më 23 qershor të vitit 1941, Ministri i Arsimit Ernest Koliçi dhe Kryeministri Mustafa Kruja ngarkoi një mision për studimin e gjendjes arsimore në Kosovë. Komisioni përbehej nga Hali Hashrova, Yunus Blakçori, Abdurrahim Buza nga Tirana, Flora Pali e Zef Pali nga Shkodra, Shaban Ara, Xhavit Nimani e Fadil Hoxha nga Kosova. Falë meritave të një karriere të gjatë të profesor Yunus Blakçorit, ai do të emëroj që në fillim në komisionin e jashtëzakonshëm shkollor me qendër në Prizren dhe do të kontribonte për rapjen e gjuhës shqipe dhe të kulturës kombëtare, të cilat deri në atë periudhë ishin të shtypura egërsisht nga pushtuesit serboslav. Profesor Yunus Blakçori në një fjalim që ka mbajtur, duke ju drejtuar rinisë kosovare, theksoi mes të tjerash: ndërsa mallëngjimi më i thellë po na pushton tan shpirtin të ndezur për të ju pamur e për t'ju përqafuem ashtu si përqafohen dy vllazën të tretur mbas një kohë së gjatë. Vlon në zemrat tona një gëzim i pamas e i pa kufi, i cili deri në fytyrën e më të voglit e ban më të gëzueshëm, më të ëmbël, e mendja kthehet në një bukuri dhe harmoni të pashoqe. Djelmëni, mblidhuni rreth hijeve të kapitanëve të mëdhenj, ashtu si u mblodhën tokë burrat e Kosovës, mblidhuni tokë me besabes ndër të gjitha ato vende ku mbretnojnë heshtjet e shenjta të dëshmorëve. Në vitin 1941-1942, Yunus Blakçori emërohet dhe punon si drejtori i Shkollës Teknike Bujqësore në qytetin e Pejës. Përmes një raporti për vitin shkollor 1941-1942, drejtori Blakçori i përshkruan gjerësisht dikasterit çështjen e ejtjes së madhe të popullit për dituri, për përhapjen e arsimit në gjuhën amtare. Bazuar në këtë nevoja, Blakçori i fokusoi të gjithë energjitë e tij intelektuale dhe fizike në këtë mision të rëndësishëm të forcimit të shkollave shqipe në Kosovë. Vendosja e regjimit komunist në Shqipëri do ta ndërpriste hovin patriotik dhe dijedashës të këtij vigani të arsimit shqip. Një atmosferë e nderë po shtrinte krahët në çdo qytet të Shqipërisë dhe intelektualët ishin vënë në shënjestër kudo. Nuk flitej më për çështje kombëtare dhe lufta e shumë dekadave për krijimin dhe forcimin e shpirtit të kombit ishte ndërprerë me dhunë. Në valën e fortë të goditjes së patriotëve dhe intelektualëve do të përfshihej edhe emri i Yunus Blakçorit. Ai refuzon të shkruajë në kujtimet e tij për gjithçka i ndodhi pas vitit 1945, por kjo pjesë e dhimbshme e jetës së tij
dëshmohet nga burime të tjera historike, familjare dhe të rrethit të njohurve dhe miqve të tij. Ish nxënës i profesor Jonus Blakçorit në Gjimnazin e Tiranës, Agim Dëshnica, duke biseduar me profesor Jonusin, ndër të tjera shkruan. Her pas here, profesori kujtonte disi melodje dramën e jetës së vet aty nga fundi i luftës, kur brigadat partizane ishin afruar në pjesën veriore të Tiranës dhe hynin shpesh edhe në rrugën Fortuzi. Një mbrëmje sa po kishte rënë Muzgu, 5 partizan të armatosur u dukën në obor, kërkuan profesorin dhe e shoqëruan për te një vend grumbullimi njerëzish diku në Tiranë. A i kishte marrë me vehte për çdo rast ushqim dhe një triko. Kur hyri në sallë, pa mjaft vetë të ulur ndër stola. Shumë vetë i njihte, ishin mësues, shkrimtar, avokat, tregtar e tjerë. Zuri vend aty nga fundi. Her pas here shfaqe një ushtarak dhe thëriste një emër. I thiruri dilte dhe nuk kthej më. Salla her mbushej me njerëz të utuar e her dukej sikur zbrazej. Disa çanta me roba e ushqime mbeteshin atje si të haruara.